Meriton Mjekiqi, finalisti i Big Brother VIP 3, ishte i ftuar në Goca dhe Gra në Top Channel, ku tha se ka humbur çdo kontakt me djalin e tij. Moderatori tregoi se sa shumë i mungon djali, ndërsa ju drejtua me një mesazh edhe ish partneres së tij. Problemet e mia vazhdojnë me nënën e djalit, kam humbur çdo kontakt. Nuk kam kontakt që ta di se si e kam djalin. Djali ka bërë 7 vjeç, por më mungon. Deri në fund do ta kërkoj djalin, besoj se gjyqjet do të vazhdojnë, do t'i përgjigjem deri në fund. Faim që jemi ndarë, do thotë që s'kemi shkuar mirë me njëri tjetrin, por të drejtën e djalit nuk mundesh me ma mohu. Nëse sheh intervistën, mjaftueshëm me ka tepruar me këtë situatë. Ajo përshfrytëzon një situatë që kemi, djali im është autik dhe forma e tij për të komunikuar është shumë e vështirë. Duke shfrytëzuar ajo këtë situatë, luan me veten duke më lënduar mua se ndoshta aty e gjen forcën. Ka një limit, nuk e kam takuar fare, nuk më ka dhënë mundësinë. Kur ta takoj do t'i them të vërtetën time. Ai rritet në një të vërtetë, por besoj se do ta kuptoj edhe të vërtetën time. Jam falendërues për çdo gjë, është një nënë e shkëlqyer, por në raport Loart Meriton ka abuzuar deri në maksimum, ka thënë ndër të tjera në rrëfimin e tij Meriton Mjekiqi.